Pjesë e identitetit tonë është me dash vendin tonë, me luftu në emër të Zotit për vendin tonë. Çu kanë luftu, e kena mbrojtë, e kemi rujtë, e rujmë si pragun e shtëpisë, për shkak se e kemi emanet. Kena mund pyet për çdo pllum tokë që kena shkel me ta, që Allah në emanet na e kalon, çka keni bën me ta? Çka keni bën me ta? Ka me vetë Allah azza xal. Nëse çka toka që kena në ta. E në që tokë ke pi ujë të saj, ke ëndër bukën e saj. Andaj të nëzër, kujdes me tokën, kujdes me venin, se njerëzit kanë lënë gjak për këtë ven, për këtë tokë, për to, njerëzit kanë pagu me mund maksimal. Andaj kujdes mos luhet me ta. Kush do koftaj? Nuk i luhet askujt me bo, çfarë do marrveshja, apo çka do qoftë tjetër, mbi sakrificat të parëve tonë, nga se kjo është tokë që as nuk japet, as nuk shitet. Kjo është toka jona. Çka identiteti jonë, na çta besojmë? Që të iman në e kam su, besimin në e kam su. Tek pjesë e përkatësisë. Dhe, pa dyshim edhe, ummeti është pjesë e përkatësisë tonë. Jo larga saj, asë njere, jo si rënimi të parës, jo, por si ndërtimi të parës, të ati që është kombëtar dhe lokale të vendit tonë.